Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen solemne të qeverisë për 18 vjetorin e themelimit të shtetit tha se në këtë ditë fesë dhe reflektimi nuk mund të mos kujtohen se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sot mbahen padrejtësisht në Hag. Sipas tij, kontributi secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do të bëjë gjykimin e drejtë. Kujtojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, nderojmë heronjt dhe veprimtarët e rëndër shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas luftës së dytë botërore, të cilat kulmuan me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot pavarësia jonë mbush 18 vjet, mbase një moshë e re për shtetin, por një kapitull i rëndësishëm në rrugtimin ton të gjatë si popull. Vërtet, shteti